Çka do me thonë nëse kjeri që tim të zi, tim të bordh, tim të kaltërt? Unë ta shkygoj janë. Tim i zi do me thonë që motori është të djeg ma shumë karburant se që duhet. Shkaku mundet shpesh më konë mungesa e ajrit. Për shembull, nëse filteri i ajrit u nxon me bërllog, ajri nuk kalon mjaftueshëm, po edhe ka punë me gjet një rrugën drejt motorri. Yes, no, yes. Yes, yes, yes. No, yes, yes. Si pasojë e mungesës të ajrit motor, djeget ma shumë karburant edhe rezulton me timëzi. Po përveç kësaj, timi i zi mund me pas edhe probleme me spërkatje. Timi i kaltër do me thonë që motori është të djeg vaj. Kjo ndodh zakonisht kur unazat e pistonit janë konsumu, e kalshuna i dikton ose defekte në turbo. Ky lloj timi zakonisht dohet veç kur jetu i dhon gaz edhe i vjen era si me qëllu një maje për vitri. Timi i bardh është pak më i komplikuar, se nëse qet keri tim të bardh veç fillim kur dhezët, është kek normal. A nëse qet tim të bardh pa unal, atëherë motori është ta djeg ujin e ftohtit. Shkaqet kryesore mund me kon diktumi i kokës, çarja në blok, po edhe çarja e kokës. Kryte shkëm, këtë pas vara. Pra timi i zi djeg shumë karburant, timi i bardh djeg ujë e timi i kaltër djeg vaj.